Ky hadith është po ashtu vëllazër shumë i bukur dhe shumë i rëndësishëm. Thot pejgamberi alayhis salam, kush merr avdes dhe e merr avdesin në mënyrën më të bukur, e merr avdesin, po themi, në mënyrën më të përkryer, mënyrën më komplete, dhe pastaj shkon për ta falë namazin e xumës, dëgjon me vëmendje, hesht dhe dëgjon me vëmendje hutben, ligjëratën e hoxhës. Thot i falen gjunahet prej xumës deri në xumën tjetër, shtesë edhe 3 ditë më shumë, 10 ditë. E thot pastaj pejgamberi alayhis salam për fundim të këtij hadithit, wa man massa al-hasa faqad lagha. E ai i cili lun me guralecat në xhami, në kohën e pejgamberit alayhis salam nuk ka pas tepi, nuk ka pas hali, thot le ta dinë se e ka humbur shpërblimin e xumës, ka abuzu. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi. A dini vëllezër që para se me boni koment të shpejt këtij hadithit, a dini që gati nuk ka xhumo e që nuk shoh 3, 4, 5, në njerë më shumë ndoni më pak, që e kapin telefonin edhe hoxha aty e majt hutben ata, sigurisht parimisht po them shiqojnë rrjetet sociale. Besëm jam në siklet, do në besoj që dhe këtë kolegë tjerë jo në siklet. Na kemi obligim me bo një vrejtje, sigurisht jo direkte, por ajo është vrejtje e përgjithshme. Shiqoni, pejgamberi alayhis salam thot nëse lund dikush me dovar guralecat vogla, faqad lagha, e ka humbur shpërblimin e xumës.